Mirëmëngjes që të gjithëve, mirë se erdhët në këtë vlog tjetër që po bëjmë tani këtu në Athinë, siç po shikoni. Jemi këtu në një lagje tjetër të Athinës tani edhe jemi duke marrë kafen e mëngjesit. Dhe kemi për të ikë në një stadium ku ai është stadiumi i vjetër olimpik që është marrë për herë të parë lojrat olimpike. Hajde se do t'ja tregoj tani rrugës. Por mos harroni bëni sa më shumë like dhe subscribe, okay? Let's go. Siç po shikoni domethënë këtu kemi arritur në një park. Ja ku kam edhe kafen e mëngjesit. Edhe pse është mëngjes, është ora 1 e drekës gati, po hajt më. Unë kështu e kam, zgjajem 12. Edhe park këtu, lodra aty më tan. Shumë interesant. Park goxhaj madh. Bo, sa zoj që migo, që si vjen, që si vjen zoj. Keqë në Allah. Pat papagalli një shil. Ja shikoni e kështu si ta kemu më selfie me veten time, për qef. Qa s'ka këtu o vlla? Lloj zogu, kur dalin nej skifter, nej shqiponj. Mos i duket çudi, ë? Qa s'ka? A doni të shikoni një gjë shumë të bukur dhe realistike që e ka bërë dora njeriut? E po ja t'u ja tregoj tani. E po tani stol mes pemës kisha pa ndonjëherë, miku. Nxia jetën, miku. Wow. Dhe pastaj thonë që ne shqiptarët jemi shumë agresive, jemi kështu e ashtu e lesh për shesh. Më shumë gjëra çuditshme kam pa këtu se sa në Shqipëri plako. Për zotin. Imagjino të kishte domethënë këtu në Greqi një Instagram siç është në Shqipëri jeta ushqim. Wo, le të pushon si story. Do ja bënte Instagrami mjaft, mo të ta mbyll accountin. Damn, bro. Okej. Tani jemi futur këtu në një event interesant siç po shikoni mbrapa meje. Kafja është gati. Okej, po ta shikoni nga këtu, është gati në marim se kështu s'dukej gjë. Dhe do ju tregoj stadiumin e parë. U që ka plas osaj domingo. Do ju tregoj stadiumin e parë fare të lojrave olimpike, që është mbajtur në vitin 1800 ku dëgjohen. Atëherë në kohën e qepës. O shkallë. Këto nuk janë shkallë do si do. Sa shikojeni me kujdes te. Shifeni se qa stadiumi plago. Imagjino, në vitit 1800 është ndërtuar ky lloj stadiumi. Mamma mia, men. Shifeni. Super. Ç'na shpifi kjo era drejqit o vlla. Sa i rregulloj fryrën nër, bam, prishën. Si ka që janë okay. Tani, ju do thoni, Leo, ku je? Jam domethënë sipër kësaj bordurës ku këtej mbrapa plago është stadiumi i vjetër olimpik që kanë luajtur që në kohën e qepës dhe përpara nga ana ime e djathtë është Akropoli i famshëm. Ja tregoj. Akropoli. Super pamje. Ka i problem, na marrë kafe tani. Hajde më shumë e bë. Por kur mund të lëvizim, mund marrim një pije tjetër në dorë dhe kalojmë kohën, shikojmë vende të bukura, një gjëra interesante. Dhe jam të eksploruar çik zonën, sepse do bëjmë edhe 1-2-3 video të tjera interesante dhe të bukura. Sa thash me vete që do vi me vlogje fuqishëm. A ju thash? Po tani Leo do e maj fjalën si për herë. Çfarë më bë? Okej, se tani më tha kushëriri që duhet ta thuash tamam, se nuk e ke shpjeguar aq mirë, madje e ke shpjeguar çik gabim tha. Sepse në këtë stadium janë bërë lojrat e para olimpike moderne, jo ato të vjetrat, sepse ato janë bërë në një vend tjetër, jo këtu në Athinë, por në Pelopones thuhet. Lojrat moderne olimpike, domethënë. Okej, interesante. Për më shumë informacion kush do me pa rreth lojrave olimpike, unë për veti shikoj sa herë që bëjnë lojrat olimpike, siç pas ato në Paris. Zakonisht shikoj këto me not, ato më pëlqejnë tepër. Këto. Edhe basketbollin më pëlqej tepër. Nuk e di, jam tip që i pëlqej shumë sportet. Kush jeton në Greqi, kush jeton këtu në Athinë, besoj se keni ardhur këtu dhe keni vizituar këtë vend. Edhe kafja e mbaruar. Edhe i pamje stadiumit. Edhe Akropoli atje më tan. Që shikoni, domethënë flokët, për lesh, se fryner. Çfarë bë? Por tani mi duke dalë përpara stadiumit, kjo ta shikoni se si është stadiumi, domethënë nga poshtë sipër. Se tani ju e pat nga sipër poshtë, tani shikoni domethënë se si është nga poshtë sipër dhe dhe shikoni me kujdes. Plus mund kapim një foto. Unë ja kapa
Unë i kapa 2 foto deri tani me pamje domethënë stadiumi dhe Akropoli. Perfekte fare. Edhe kështu. Tani tikim përpara stadiumit dhe shikojmë se sa bukur është edhe nga aty, okay? Siç po e shikoni, kena ardhur më para stadiumit, por ju nuk po shikoni stadiumin, sepse është duke u ngritur një skenë e madhe se do bëhet koncert këtu, por se kur do bëhet koncerti nuk e di. Ky është problemi. Ja tash këtu mund duket një pjesë e stadiumit, gjë e cila do bëhet zoom tani. Okej, siç e pa domethënë, pjesa e stadiumit këtu është. Dhe po bëhet një skenë për koncert. 5 minutes later. Okej, siç po shikoni kam heqë xhupin, edhe më të shkurtër tani. Ja nuk jam me gjata, sa mos kujtoni se jam me gjata. Dhe tani jemi futur këtu me një park, se këtej vetëm parqe ka më shumë. Edhe gjë e cila më pëlqen tepër. Ja, si në Shqipëri që s'ka gati fare parqe, mos them që s'ka fare. Por çfarë bë? Është një park shumë i bukur, është shumë natyral, yeah, I like it. E tani do ikim në një vend tjetër që do ishte shumë interesant, siç më tha kushëriri. Dhe shikoni në video. Okej? Yeah. Shikojeni se ku do shkojmë. Edhe follow në Instagram se aty i shikoni domethënë çfarë story që i hedh, edhe nuk i keni domethënë këtu në video. Okej? Pa bëni edhe follow Instagramin. E pa atë parku që ishte para aty? E po nga i parku dolim të gjithë kjo ndërtesë e madhe, ku këtu mblidhen këto kokat e mëdha të shtetit. E tani sa u hap shëtërvani mrapa, shikoni se sa bukur. Ç'a të them vëlla, nuk e di, kam ngel pa fjalë nga Athina. Shumë vend i bukur, ka shumë gjëra të bukura. Edhe nuk e di. Edhe më e bukur, kam vizituar vetëm 10% të Athinës, mund të them, ose 5%. Ka shumë gjëra tjera pa vizituar. E zi po pres që të shkoj të vizitoj ato. Dhe e dini vetë, s'po them më, okay? Shifra. Tani jemi futur këtu brenda, siç po shikoni këtu mbrapa nuk lejohet më u fut. Edhe është vend ku këtu është fut Greqia në Bashkimin Evropian. Edhe shikoni një gjë këtu sipër, kokosime, është e bukur kjo. Po nuk është si ato të Romës, që janë me piktura kështu. Ishte një vend tjetër që ishte fiksi atje në ndërtesat e Romës që është me vizatime sipër, që ishte shumë i bukur. Po, harrova me incizu, harrova me rekordu, po s'ka gjë. Me shumë që mund kaloj prapa ne dhe mund ta tregoj në një video tjetër. Okej, kushëri po më thotë që ky është ai personi që ka vënë lekët që ka bërë këtë lloj ndërtese. Okej, interesante. Edhe kështu, ja t'ju tregoj edhe një pamje domethënë se si është ndërtesa. Okej. Se po shikoni domethënë, këtu s'lejohet me shku më këtij matan. Ndërtesë interesante e bukur. Okej, super. E shikoni këtë vendin këtu? Atëherë, ky vendi këtu para 2500 vitesh donte një diktator atëherë që të bënte një akropoli tjetër këtu mes qytetit. Por çfarë bën populli e kapi shporri nga froni atëherë, kupton? Sepse këtu në Greqi ka lindur ajo demokracia, edhe çfarë bën nuk e vazhdoi me ndërtu këtë, sepse thamë se ne vazhdojmë ndërtojmë një ndërtesë një diktatori. Interesante se si ka ngel domethënë ashtu ajo, nuk e kanë thjesht e kanë vendosur skelat që të rrinë ato kolonat sipër në këmbë, nuk e kanë prek fare me dorë, por tani jemi duke shku për me pas se si duket nga përpara. Edhe interesante për zotin. Domethënë gati në çdo lagje, gati në çdo cep ka një gjë arkeologjike interesante, më pëlqen. Ja se si duket edhe nga përpara, kjo pjesa këtu domethënë është ky gardi që nuk na lë tani, duhet me shumë mundësi duhet me pre bilet për më fut, po keq për më pre bilet për më fut një 2-3 kolona ku mund të shkojnë nga këtu për jashta. Kjo është e gjitha. Eto keqen e qenit. Donte me ula bosi gjeti vrime ula mes parkut, ka lezet. E i pamit parkut për ju që doni me pa. Se shpe shikoni, qeni duke ula këtu për kokër qefit vet. A ka me i video këshu me qenin? Hello bubi! Qeni të bot dush, ka lezet opa? Okej, do i marri topin, opa, nuk e lë topin bosi, jo. Nuk e lëshon topin. Ngeli qenin mren. Okej, se nisëm i cikë ndryshet e ky parku, direkt me qenin. Oh my god, si sa bre... Që janë këto më? Jam breshka, what the hell, vetëm shiveni, pret. Jam breshka, por të ngrime. Këtë gjën? I don't know. Ja ku jam breshka të tjera të voglet. Kja me janë nuj.
Ja aty janë këtej kamerë vlla se jam kështu me kamerë nga selri, jam për t'ju tregoj. Ja dhe Bret Costa thosh. Mbreshka vlla, mbreshka. Me goj fillon. Shumë njerëz tu pas se si dreqin breshkat, po rrinë po natojnë. Ne si budallojmë po i shikojmë. Shumë interesante. Tani jemi si tip lagune, ku këtu ka pata, rosa, mjelma. Vetëm shikojeni këtu. Ka shumë këtu. Interesante. Park interesant. Opa, plasi. Ikën plumat për lesh. Ul shumë plumat. Lego, tani aty thoshte në fillim të asaj të hyrjes kur futem te ky parku, është park. Unë tu hec vllai. Më vetë po gjejm lloj kafshë këtu, më duket si kap zoologjik, jo si më qenë në park. Pa hajnë më. Okej, këtu ka mjelma, pas ka keca, këtu mbrapa me. Ne vado shikone. Interesante. Ronaldo. Ue, gjeta Ronaldon. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Që kanë shumë Ronaldo këtu plako. Shumë Ronaldo. Yeah. Shfrytëzojmë rastin, kam një foto me Ronaldon. Yeah, sy. Okej, nice. Okej, sa më tha kushëri që jetë person me shumë fat, sepse kjo është gjëja e rrallë që po shikoj. Vetëm shikojeni. Nice. Okej, si që pa do më thënë, është kjo pjesa e parakalimit si që janë këto personat që ruajnë presidentin, ose këto që do thënë, si puna kësajt ka në Angli, që janë ati që se keni pa video TikTok që dalin, që janë me kuaj, ose që rrinë kështu, statuj, edhe këta një lloj si atje janë, që këta janë rojet e presidentit të quhen. Mund të jetë çike gjatë ajo pjesa, por është shumë interesante, unë kam për ta lënë, nëse se e keni pa të gjithën, bravo ju qoftë. Nëse keni bë skip nga 10 sekonda 20 sekonda, okay. Unë ashtu do e lë sepse është shumë interesante dhe e bukur, sepse janë gjëra të rralla këto. Më tha kushëriri që je njëri me fat që e pe kët, se duhet i dish orarët se ku ndrohen. Sepse këto janë edhe para parlamentit grek, që do ndrohen edhe aty bëhet më interesante më e bukur, gjë cila do e shikojmë, sepse për një gjysmë ore ndrohen edhe aty tani, se tani
Tani për tani, është ora 2:30, në orën 3 fix, ndrojnë ato, ne do jemi 3 pa 5 atje, 5 minuta para, që të shikojmë se si qysh tek ndodh, okay? Okej, tani jemi këtu në qendër të Athinës, ku mbrapa me është parlamenti, tani jemi duke zbrit skallët, edhe kena me ikë me marrë metron, e do ikim në një vend tjetër, ku do jetë interesant edhe bukur të atje, ju do e shikoni në vazhdimsi. Ju që keni pa video deri tani, edhe jeni të rinj në kanalin tim dhe se keni bërë subscribe, kapeni bëni subscribe, aktivizoni dhe zilën për më shumë video që do vinë. Aktivizoni zilën sepse ju vi njoftimet, ju vi mesazh që opa Leonardo nxori video të re. Yeah. Kjo është. Okej, tani jemi duke u futur mrena për në metro. Okej. Dhe do marrim metron. Okej, siç po shikoni më thënë, u futur mrena nën tokë. Yeah. Ja dhe metroja këtu në Athinë. Jemi poshtë parlamentit, mund qendër. Okej, u hap me sukses. Çmeni kjo era, vajo. Tani kemi ardhur në një vend ku ka pas ish fabrika, edhe ato ish fabrikat nuk i kanë prishur, se që prishin atje në Shqipëri, okay? Yeah. Por çka kanë bë, i kanë kthyer në kështu gjë, i kanë kthyer në vend si panaire që shesin gjëra të vogla, artizanale, kupton, punime dore këto. Tani thjesht do kapni video ta shikoni se si është, kupton, ja dhe duket kjo pjesa që nxjerr tymin, okay? Kjo është, këto janë ndërtesat vjetra. Në vend që ti kanë prishur ose ti lënë të braktisura, thjesht i kanë kthyer si tipa nairi, aty ja tregoj. Okej. Tani kemi ardhur në Pirea dhe jemi ulur këtu në një fast food, edhe kemi për të ngrënë tani drekën. Ora 4 e masditës këtu në Greqi, aty në Shqipëri, është 1 orë mbrapa, është ora 3. Yeah. Dhe kena për ngrënë drek, dhe shikoni vetë se çka ka porositur. Kam porositur, këtu i thon soflaki, kupton? Po në shqip tamam është shish kebab ajo. Patate, bite, edhe shikoni vetë vëlla sa lodhe me dhon, nuk e di pse. Okej, tani erdhi porosia dhe hajde të tregoj se çfarë ka ardhur. Oh, super. Ka marrë domethënë tani është mish në shkop. Unë i them mish në shkop, as shish kebab nuk i them. Ka marrë patate, domate, xhaxhik edhe pita. Super. Nuk e di pse po përtoj tani të kthej kabën kështu, po hajde më. Të haj drekën unë edhe shikojmë se ku do ikim më vonë, si qysh tek, okay? Edhe mos harroni të bëni like edhe subscribe. Ta dini këtë gjë. 2 hours later. Tani kemi ardhur këtu në një vend në një park shumë të bukur, si po shikoni. Edhe ka shumë gjëra interesante të bukura si lodra, vend basketball, shatërvan, ka kështu me bë muzikë, do të thosh shkeltim mbi ato bëjnë nota muzikore. Ka me lujt shak këtu mrapa, që po shikoni, super shak këto. Këtej mrapa me domethënë nga ana tjetër, shumë kështu gjëra të shumta për me bë. Do thonë janë shumë gjëra interesante. Nuk e di, thjesht po kënaqem, imagjino kisha harruar me rekordu këtë pjesën këtu. Ja tani u kujtova. Thjesht u pa kështu, hutova fare dhe është shumë gjë e bukur dhe shumë interesante. Se nga kam humo vlla nuk e di, po janë ca drita çuditshme këtu, më duket se kanë ardhur alienët. Shikojeni një herë ju vlla këtej mbrapa. Gjithë gjona të bukura. Nuk e di çfarë them. Shumë në të bukura, interesante. Edhe ka bëja ca foto dhe kështu pra. Tani u futëm këtu mbrena ne. Se do dalim nga ana tjetër tani, që të ikim se ku do ikim tani nuk e di, po do ikim diku. Dhe interesante. Më pëlqen si vend. Vend shumë interesant, i bukur. Edhe ky ishte vlogu i famshëm për ditën e dytë. Shpresoj të ju pëlqyer dhe shihemi në videon tjetër. Bye bye.